Muçi, përpara se të vijojmë së bashku sapo ka mbritur Gjingjoni në studio, është kënaqësi që ju kam, megjithëse duhet ta pranoj që trafiku e saboton rregullisht këtë emision, për arsyet e trafikut mund të flasim dhe në një emision tjetër. Muçi, t'ia themi thjesht publikut, çfarë po kërkon gjykata e lartë, kreu gjykatës së lartë? Shikosh, shkurtimisht, kronika dha një shpjegim, do përpiqem të jap shpjegim pak më teknik për ta kuptuar. Kodi i procedurës penale në një pjesë të tij, pa shkruar në mënyrë të detajuar dhe në gjykimin tim është nga pjesët më solide të kodit tonë procedurës penale, kushtet e kriteret e caktimit të masë sigurimit. Pranë 228, 229, 230 i kodit procedurës penale. Të cilat rreth unë gjatë 20 vjet karrierës time jam marrë shumë me aplikimin e këtyre dispozitave në punën e përditshme. Dhe këtu dhe në gjykimin tim dhe praktika gjyqësore është e konsoliduar në këtë aspekt dhe ne kemi pasur një vendim unifikues që vitit me sa kujtohet para 2006-s, ka qenë një vendim para 2011-s. Para 2011-s, praktikë gjyqësore lidhur me masat e sigurimit, kurse vendimi më i plot unifikues lidhur me zbatimin e kësaj pjese të procedurës penale për masat e sigurimit është vendimi unifikues i vitit 2011, i cili sot kërkon të ndryshohet. Pra kërkohet që të ndryshohet pjesërisht praktika gjyqësore njësuar në vitin 2011 lidhur me zbatimin e masave të sigurimit dhe kushtet e kriteret e caktimit të masave të sigurimit. Pra këto të zbuten në raport. Po, dhe këtë do thesha. Dhe me qëllimi është që të zbutet ose kriterë për caktimin e masë sigurimit të arrestit të burg dhe arrestit të shtëpi ta shpërsohen, pra mundësia e caktimit të masave të jetë sa më minimale. Kjo është. Tani, më lejoni dhe pa kontekstin ta shpjegoj. Pse jemi në këtë kush? Çfarë është? E para një herë do shpjegojmë çfarë është masa e sigurimit të arrestit të burg. Arresti në burg, arresti në shtëpi është masa kur një person arrestohet deri në afatin e ka deri në dënimin fundimtar, me dënimin në formë soprer, pa deri në gjykimin gjykatën e apelit. Pra kjo është periudha kur një person i cili akuzohet ose hetohet, gjykohet për vepër penale, qëndron në masë sigurimit të arrestit të burg. Dhe ligji ka caktuar afatet e masave të sigurimit të arrestit të burg, janë 3 muaj me zgjatje 3 mujorëshe, të cilat të gjitha kundërshtohen në gjykat dhe edhe afatet e gjykimit deri një vit maksimum në hetim dhe një vit në gjykim. Tani, pse ky problem nuk ka ekzistuar para 2019-s? Se do dalim dhe këtu njërë. Se s'ka pas qetësim njëri para 2019-s. E mbani mend ju para 2019-s që politikanë bërtisni, kryeministri, të gjithë në burg për energji elektrike, për ndërtimin, për pyjet, për zjarrin, për ujin, për peshin, për gjithë. Madje kam qenë në pozicion titullar të prokurorie, ministri i Brendshëm i një periudhë, Tahiri, kërkonte informacion për çdo mas sigurimi, pra arrestoi sot policia, kërkonte informacion që ç'bëri gjykata e nxorri, se mos nuk e nxorri gjykata atë person. Pra, kjo ishte dhe kjo është një nga arsyet pse sot ne kemi mbi popullim të paraburgimeve. 3.000 e gjyqësorit. Arsyeja tjetër është shumë e rëndësishme që ne duhet ta themi gjithmonë. Duhet ta themi, unë e them dhe natyrisht më thonë që por nuk jam i prekur nga reforma. Shkak është reforma në drejtësi. Është dështimi totalisht reforma në drejtësi. Është kolapsi në sistemi drejtësisë. Pse ndikon te masa e sigurimit? Si lidhet me masën e sigurimit? Nëse afatet e gjykimit në çështje penale në vitin 2016-17 ishin 1 vit e gjysmë, maksimumi gjën gjykatë lartë bëhet fjalë. Gjën në apel ishte maksimumi afatet e gjykimit 1 vit e disa muaj, sot afatet e gjykimit janë me vite. Po këto përkthehen në paraburgim për personat. Patjetër, pavarësisht se dënimi këto jo, dënimi jepet shpërsi ka, po kthehen, pra rritet koha e qëndrimit në paraburgim, detyrisht rritet numri personave që janë në paraburgim në raport me ato që do dënohen. Pra, të dyja këto janë kriteret për mua, arsye themelore që sot ne kemi 60% të burgosëve në paraburgim dhe 40% të dënuar nga raporti që është vetë bashkimtor pjanë mesatarisht, 25 me 75. Pra ne duhet kishim 25% me masa sigurimit për të paraburgosur dhe 75% dënuar. Kemi tana sjellten. Tani, ky vendim i ndërmjetëm, se dua ta kuptoj. Tani, jo, le të trajtojmë dhe disa elementë tjerë të rëndësishëm, sepse ajo çka vura në fakt. Pra, kjo ishte një vështirësi e përgjithshme. Çfarë do të bëhet? Pra, tentohet bëhet kjo. Pse sot duhet të bëhet kjo? Sepse ka lindur nevojë sot, përveç faktit që kemi mbi popullim të burgjeve, pra shqetësimi është për mbi popullimin, ndërkohë që mbi popullimi ka të paktën 3 vjet që është kjo situatë. Po, që është shqetësim. Ka 3 deri 4 vjet, do 3 vjet. Ka qenë në vitin 2022 dhe të gjitha masat që janë marrë e kanë thelluar. U mor masa e mbylljes së apeleve të rrethave, erdhën në Tiranë, e thelluan këtë, sepse u zgjat gjykimi. Pra, u mbyllën shumë gjykata rreth gjyqësore, u zgjat gjykimi gjykatave gjyqësore. Pra, gjitha reflektojnë zgjatjen e afatit burgimit, rrëdhimisht rritjen e numrit të paraburgosur në raport me ata të dënuar. Pra, nuk është kjo situata. Aty shqetësimi është tjetër dhe shqetësimin mund ta konstatoni ju, se unë nuk konstatoj shqetësim juridik në këtë rast të paktën. Kontekst juridik. Fakti që ndodh tani ka një kontekst edhe politik. Tani, nëse ne e shohim vendimin e ndërmjetëm, se ky është vendim shumë i rëndësishëm, se është vendim që përcakton çështjet që do unifikohen. Unë e them drejtën modestisht,
nga formimi im, kur e lexova 2 herë, me thënë drejtën, sepse është vendim shumë i rëndësishëm, nuk është vendim kaq i thjeshtë. Pra, duhet të jetë shumë i arsyetuar, shumë i argumentuar ky vendim, që të ndryshohet një praktikë gjyqësore e prej 15 vjetësh në Shqipëri, e konsoliduar, e cila nuk ka qenë asnjëherë në kundërshtim me standardet e gjykatës së Strasburg. Asnjëherë, ne asnjëherë s'kemi probleme me standardet. Problemi ka qenë te